Nga këtu dërgojmë një mesazh të qartë se askush nuk do të jetë mbi ligjin, siç e pat sot gjykata themelore në Prishtinë, departamenti special, pas një procesi të gjatë hetimor dhe gjyqësor, shpalli fajtor një zyrtare të misionit OSB-s në Republikën e Kosovës, Jelena Gjukanović, për kryerjen e veprës penale spionazhi e kryer në vazhdimsi nga anija 124 paragrafi 3 lidhur me anjen 77 të kodit penal dhe i shqiptoi një dënim me burg efektiv prej 6 vitësh. Prokuria speciale ka bashkëpunuar në koordinim të ngushtë me institucionet e sigurisë, me Policinë e Kosovës, Departamentin kundër terrorizmit, e në veçantë edhe me Agencionin e Kosovës për Inteligjencë, dhe si rezultat i këtij bashkëpunimi kemi siguruar prova konkrete dhe të mjaftueshme me të cilat edhe u vërtetuar përtej dyshimit bazuar mirë se Pandera Gjukanović ka kryer aktivitet të kundërligjshëm, aktivitet i cili ka ndihmuar Agencionin sekret serb BIA në implementimin e narrativës së tyre në dëm të interesave të Kosovës. Nga këtu dërgojmë një mesazh të qartë se askush nuk do të jetë mbi ligjin dhe ne do të ndërmarrim të gjitha masat konkrete në ndjekjen dhe hetimin e të gjithë kryerësve të këtyre veprave penale, të cilat cenojnë rendin juridik kushtetues, sigurinë kombëtare dhe jetën e qytetarëve dhe gjyqtarëve të Republikës Kosovës.